Vëret një interesim ndaj basketbollit nga grup moshat e reja. Siç duket ky sport atraktiv është aktualizuar në Gjakov, u shpreh trajneri Bujar Ramoja. Vëshmëri jo e kënaqshme. Presin e të ardhmen që do të punojmë me staza afat gjata. Planifikojmë që ta vazhdojmë me punë dhe përkushtim që vazhdohet shkolla. Kuptohet ajo pasi që çdo hyrje në ligë e vllazërimit nëpër Super League, do thotë vjen deri te masovizimi, ka impakte që ndikojnë prej cilësisë basketbollit që ka zhvillohet për momentin në klubin e vllazërimit. Këtë konfirmojnë edhe basketbollistët të rinj, të cilët thonë se ndihen mirë në stërvitje. Mua më pëlqen shumë këtu trajnimi, jena du mësu shumë sen dhe më pëlqen shumë kushi këtu, edhe trajneri për në mëson shumë mirë, më pëlqen shumë teknikat e tine. Pjesë e basketbollistëve janë edhe 5 të rinj me sindromin Down. Kjo në fillim ishte një sfidë për vetë trajnerin Driton Puka. Shko është e rëndësishme kom edhe 5 me sindrom Down, me cilët ka qenë domethënë edhe një sfidë për mu, me punu me ta, jam njoftu me ata, për ndryshe edhe ku mësu shumë për tëne. Pasi e ku më kuptu se më të vërtet, nuk kanë ndryshim nga ne asgjë, janë shumë punëtor, janë shumë të rregullt, janë të interesuar për sport, janë të interesuar për çdo gjë dhe besoj se meritojnë të jenë pjesë e basketbollit, si dhe pjesë domethënë e intervenimeve tona për ngritjen e tyre. Ndërsa Aldi Hoxha u shpreh lumtur që stërvitet me shokët e tij. Shumë shtroj. Valim dhe trener, shtini dhe dënë të lyra 5 basketball. Po unë gicef të lyra me shok, basketball 2 vidoj. Për ndryshe ka kohë që ky grupi juniorëve dhe seniorëve në Gjakov po përgatiten që në një të ardhme të afërt të përfaqësojnë Gjakovën në eventet kryesore sportive në vend.